Mirë, jemi rikthyer në studio dhe këtë fash ja dedikojmë totalisht aktualitetit dhe politikës për të ndalur tek zhvillimet më të fundit që lidhen me Shqipërinë, por jo vetëm, edhe me Bashkimin Evropian. Ky i fundit i ka kërkuar qytetarëve të saj të grumbullojnë sa të munden ushqime dhe furnizimi etike për t'i mbajtur ata të sigurt për të paktën 72 orë nëse ndodh kriza e luftës. Paralajmërimi u bë nga vetë Komisioni Evropian. Çfarë është kjo porësi e Komisionit Evropian? Mos ndoshta duhet interpretohet edhe si një lloj paralajmërimi për ndonjë luftë të mundshme në horizon. Në pjesën e dytë të bisedës sigurisht do ndalemi edhe tek politika shqiptare, meqense i drejtohemi edhe zgjedhjeve të 11 majit. Dhe me ne në studio sot është avokati Altin Goxhaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gjithashtu kandidat në zgjedhjet e 11 majit në koalicion me Partinë Demokratike. Si Partia Aleanca Konservatore, sa po dal nga furra. Do thënë, më shpejt u futëm në KQZ se sa morën vendimin e gjykatës formë prerë, mbas precedenteve juridik një orë përpara. Dhe besojmë që kush voton Altin Goxhajt mos ndihet fare kompleksuar se po voton PD-n, sepse sipas ligjit elektoral, çdo vot për emrin tim në listën e Tiranës shkon automatikisht për Partinë Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Dhe po dhe mund mos votojmë fare ke fleta e votimit koalicion, voton direkt emrin tim dhe prapë vetë, fleta është e vlefshme. Dhe besoj unë që në 12-13 maj do kuptojnë që ne kemi bërë lëvizjen më inteligjente në dobi të shqiptarëve, sepse objektivi ekzistencës partisë tonë në zgjedhje është një parti konservatore, për herë të parë në historinë e Shqipërisë të formatit siç janë në Europë, patriotët për Europën që quhen. Janë 178 deputet të dy grupimeve të mëdha konservatore në Europë, dhe ne jemi si thosh uralisë midis Shqipërisë dhe tyre. Dhe këtë do të ndjeni edhe në fushat, nëpërmjet aksionit tonë politik, pasi ndryshe nga fushatat e tjerëve, fushata jonë është një aksion në ditë, nuk është avokat, do kemi, siç e paralajmërova në hyrjen e bisedës, do kemi mundësi, sigurisht pjesa më e madhe e kësaj bisede do të fokusohet tek politika shqiptare, por kjo porësi e Komisionit Evropian për 72 orë ushqime për çdo qytetar banor të Bashkimit Evropian. Një lloj paralajmërimi për ndonjë krizë dhe luftë të mundshme. Si duhet ta interpretosh? Është interesante që të krahasosh 3 ditëshin e Europës me 3 ditëshin që presun nga autoriteti e ushqimit që na tregojnë se në cilat dyqane është shitur mishi i helmuar. Ndërkohë që çmenduria e jon nuk krahasohet me çmendurinë e Europës, e cila të kujton kohën e pandemisë. Mbani me kohën e pandemisë, maskat, distancimi social, Ashtu dhe blerja e ushqimeve. Dishën në mëngjes ti edhe hapje televizorin dhe thoshte kaq të vdekur, kaq smur, kaq ashtu për ditë, terror. E ju e thatë, mbani mend atëherë kur po ziheshin në Amerikë për supermarkete për letrat higjienike. Kjo lloj psikopatie që u ndërtua në atë kohë në mënyrë shumë programuar, shumë planifikuar, prandaj kurse kam qenë pandemi, shfaqet sot në fazën e saj të re. Pra në fazën e saj të re është e njëjta histori që vazhdon. Duket si gjendje alarmi. Pikërisht, po vazhdon ajo histori. Por ndërkohë nuk i kanoset asnjë rrezik real Bashkimit Evropian? Do thënë, të gjitha dhënat që dalin nga Amerika, i cili është vendi që ka inteligjencën më të fuqishme në planet, ka dhënat më të sakta, nuk rezulton në asnjë çast, në asnjë moment, si thosh detaj që ka një plan për sulmuar Europën Rusia. Nuk ekziston një plan i tillë. E para sepse Europa mezi pret që sulmohet, po e kërkon me ngul. Pse? Po vetëm para 2 ditësh doli një deklaratë e çuditshme që ishte përtej surreales, ku shefi NATO-s thoshte nëse do sulmoni Poloninë, ne do të sulmojmë. Se ku e gjen ata që do sulmonte Rusi Poloninë, hajde gjeti. Mendoj tani një vend si Rusia që është në një luftë, që menaxhon një territor, menaxhon një ushtri, menaxhon armatime dhe ja ka dalë me sukses që të mbijetojë në furnizimin e municioneve. Them ja ka dalë me sukses të mbijetojë në furnizimin e municion, do thotë që ja del të përdori municionin këtë fushë betejë. Pas ka municione, pas ka ushtar, sa për të hap luftë me 600 milion njerëz të Europës. Si çfarë absurditeti është ky, çfarë idiotësi është kjo, që të sulmosh një shtet të Europës do thotë sulmosh gjithë Europën. Po sulmu Letonia, një vend i vockël. Është e sigurt që në luftë me Anglinë, në luftë me Francën, me Gjermaninë, mbas edhe me Amerikën dhe Kanadën. Për shkak të NATO-s apo. Është pika 5 e NATO-s. Çfarë do thotë? Kjo do thotë që kjo është një shpikje për të sabotuar përpjekjet që po bën Trumpi me Rusinë për të bërë paqe në Ukrainë. Dhe kjo lloj gjendje e terrorit, 3 ditë ushqime, është dhe pak idioteske. Po pse është idioteske? Po çfarë zgjidhen 3 ditë ushqime? Asgjë. Ja e zem sikur. Çfarë zgjidhen 3 ditë? Asgjë nuk zgjidhen 3 ditë ushqime. Por e bërë si thirrje nga Komisioni Evropian?
Po është njëti komision, pra. Është njëti komision që thoshte mbani 1,5 metër distancë. Mos takoni prindrit, po mbani ato qeset e mëdhaja që prindrit e këtej, fëmijët këtej që takoheshin, që mos i gjisnin Covidin. Është njëta psikopati dhe të njëjtat personazhe. Domethënë nuk mi fjalë është një sigurisht film pa zë, ti se kupton çfarë thonë. Duke se kupton ti të gjë. Nga që është me zë ti kupton që tash po flasin për luftë. Atëherë flisnin për viruse. Dhe në gjithë këtë lloj situate që thonë të çojmë ushtar në Ukrainë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, ndërkohë që Amerika po bën negociatat, ndërkohë që kur ata bëjnë negociatat këta mblidhen dhe thonë ne do kërkojmë do bëhet kjo gjë, ndërkohë këta s'po i pyet njerëz se çfarë do bëhet. Këta mblidhen në takime se çfarë do bëhet për paqen, ndërkohë që Amerika si ka fut fare llogarinë e paqes, se ekzistojnë këto vende. Dhe këta vazhdojnë si thosh në atë çmendurinë përkatëse dhe nuk e besoj që si thosh të kenë më mazhorancë njerëzish në Europë që i besojnë idiotësinë e tyre. Sepse ka ndryshuar shumë koha, njerëzit kanë vënë mend, njerëzit që kanë bërë 2 doza vaksine, 3 doza vaksine janë penduar. E 4 për forcuar. Edhe janë si thosh penduar për këtë gjë. Dhe pas studimeve të fundit dhe rezultateve që po dalin me probleme të mëdha shëndetësore. Mirë, avokat. Pra, janë të njëjtët njerëz, të njëjta narrativ, e njëjta histori. Duhet sikur opinioni publik është kthjelluar, nuk jemi më në atë petkun dhe hijen e asaj çfarë ushqit. Mund të ketë ende budallë, po të shohësh forcat konservatore në Europë janë në situatën e tyre më të mirë, më të lumtur, që kanë si thosh kundërshtar politik njerëz që po thonë idiotësira kaq të mëdha, sepse po fitojnë shumë pikë. Kthemi në bazë aty ku interesi është më i shtuar tek zgjedhjet e 11 majit, rezultati i mundshëm pas 11 majit, por nga ana tjetër edhe shanset e kësaj mazhorance për të fituar mandatin e 4. Ndjeni të kërcënuar? Unë jam 1.000% i bindur që as Rama dhe as Berisha as se kanë haberin se kush fiton zgjedhjet. Sepse realiteti që po jetojmë ndryshon me javë. Jemi akoma edhe 40 ditë përballë zgjedhjeve, 40 ditë jemi. Sot është data 31 mars, po 31 mars, po 40 ditë. Është 3 ditë prilli. Tash llogaritë pak, jemi 4 javë para zgjedhjeve, situata ndryshon me ditë me orë. Lokale, ndërkombëtare, gjeopolitike, të mëdha të vockla, dhe është e pamundur të kuptosh dhe opinion publik. Në sondazhet e brendshme të partive politike, që unë kam pas fatin që të shoh, ka një grup pavendosmërie më të madh se kurrë në zgjedhjet e Shqipërisë. Grupi pavendosmërisë është diku ke 28%. Edhe grupi pavendosmërisë bën të pamundur që ti të kuptosh çdo sondazh, çdo projekcioni. Ka një frustrim të jashtëzakonshëm të kësaj partie shtetë, se nuk është më partie shtetë. Ne jemi përballë shtetit, nuk jemi përballë partisë. Po të shohësh për shkak edhe të frikës së pakut, mungon parakesh në zgjedhje. Rama po punon me mjete si thosh të mbrojtura. Cilat janë mjetet e mbrojtura? Po rrogat mbi të gjitha. Po punon shumë administratë. Ja këtu administratën gjithë në ushtri. Po kjo është një ushtri e marrë me dhunë në luftë. Kjo nuk është një ushtri entuziaste, nuk është një ushtri militantesh. Po nëse i referojmë historikut, administrata është shfrytzuar edhe më parë për zgjedhje. Nuk ka pas kur këtë lloj pozicioni që ka sot. Ka një pak kënaqësi thua. Jo vetëm nga një anë që është rezistenca e administratës, po ajo që është më e rëndësishme është që e tashmë gjithë fushata është administratë. Pra, është ndarë detyra për çdo punonjës që të sigurojë vot në diaspor, vot në Shqipëri. Pra është ndërtuar një skem patronazhimi unike në historinë e Shqipërisë, nuk krahasohet me 2021. Nuk ka asnjë ngjashmëri apo me 2023. Është krejt ndryshe për shkak se tashmë për të kompensuar mungesën e keshit që qarkullonte. Nani lek më jepni vota, nani lek më jepni vota, këtë që bën apo me kërcënime tipike që bën atëre, tani përdorin edhe vetbandët kanë frikë për shkak të përgjimeve në këtë moment. Kemi parë disa sulme që s'pak u bëri bandave, apo jo? Po, këtë po them që duket sikur ka një ngushtim të hartës së krimit zgjedhor. Pra këtë po thuaj, ka ndryshuar krimi zgjedhor. Pra jemi në një krim të ri zgjedhor. Krimi i ri zgjedhor është që kemi stush një dhunë të jashtëzakonshme nga lart poshtë në piramidën shtetërore që çdo vot të sillet me dhunë. Problemi qëndron që ky është një eksperiment që po ndodh në një kohë të papërshtatshme për qeverinë. Sepse konteksti i saj ndërkombëtar, konteksti i saj i mbulimeve të krave që i bënte gjithmonë mafjasorët në botë, ka ndryshuar. Do të thashë Rama është lakuriq në këtë histori dhe ndërkohë që për shkak të mënyrës si është organizuar kjo fushat nga shteti parti, ne kemi urdhrin që vjen nga lart, që vjen në formë organograme, në piramidë. Tani çfarë ndodh? Çdo kush ushton tension që i vjen nga lart dhe e çon poshtë. Dhe ka krijuar një frustrim të gjithë piramidës shtetërore. Dhe ky lloj tensioni mund të ketë efekt bumerang. Që do thotë ti mund t'i thuash voto për mua, po thot ai,
Dhe ti se ti fare që voton ai si ka ardhur. Dhe ti sa kontrollon dot, sepse ju kujtoj që para 2 muajsh, pak se media nuk e thot të gjë, këtu e kam thënë ke Vision Plus i ftuar, e kam thënë tek Faksi, po kam thënë shumë pak vende se s'kam ku e them më saktë, që ne kemi arrit një fitore të jashtëzakonshme si formacion politik, ende pa dalë nga gjykata, arritëm që të heqim në KQZ nga fleta e votimit leximin e votës. Më keni ftuar dhe herë tjera dhe kam tregu këtë histori. Do të dikur vota kishte një numër të fshehur. Që ti me një skaner, thjesht gjesh që për këtë fletë votimi, për këtë parti ka votu filoni. Dhe ne kemi bërë dhe eksperimentet dhe kemi demonstruar. KQZ e hoqi para 1 muaj e gjys, dhe ne thamë, ta shifitoj Trumpi, po të rrishin nga shumë veprime që kam pas bërë dikur, dhe realisht, fleta e votimit është e palexueshme. Ne kemi arrit një fitore të jashtëzakonshme se shqiptarët nuk I lexohet më vota. Pra, një punonjës... Po mos fotografimin e votës, një tjetër gjë I shumtuar që shtyhet nga partitë respektive. Po, këtu tash kemi bërë me komisionerët që e kanë kontroll këtë situatë. Pra këtu është çështja se komisionerët që ti ke në zgjedhje janë në gjendje ta ushtrojnë këtë lloj presioni. Ke edhe partitë vogla me shumicë, si kanë ato vëzhguesit e tyre. Pra ke një realitet të ri, presioni nga poshtë lart. Që ti e shikon të shëndetshëm për mos padur të shkakti rezultat. Jo, unë po tregoj se ka mekanizma që e kanë bërë kontrollin e Sashur Rama e kishte bërë zgjedhje, kishte fituar. Po të mos ishin këto elemente, Rama nuk ka shkojshim zgjedhje, kishte fituar Rama. Po ju tregoj elemente që ja kanë prishur Ramës. Pra, kur thotë që unë fitoj me kënetën edhe pa fushat, është ndoshta pasiguria që flet. Ai ka kuptuar një gjë që ka përballë një ushtri të shkatarruar të opozitave, po e quajmë kështu, se është shumë e shpërndarë tash me vota, për shkak se kështu duket, se ka dalë disa opsione. Pavarësisht se dihet që në ditët e fundit gjithë bashkohen ke një forcë politike, siç ka qenë gjithmonë. Është fenomen 30 vjet. Jo gjithmonë, sepse këto partitë vogla kanë thënë që ne nuk bashkohemi as me Ramën, as me bashkohet vota e qytetarëve, shkon ke fuqishmit, shkon ke koalicioni. Okej. Dhe kjo ka ndodhur 30 vjet, ose ke PS ose ke PD. Do ndodh edhe në këto zgjedhje. Mbase kur ata që thonë që nuk do ndodh, është një eksperiment I ri, nuk e di. Avokat pak më herë përmendë presionin që po I bëhet administratës. Ky presion ka rritur deri në diasporë. Kemi edhe në këtë studio eksponent të rëndësishëm të partive politike, kanë dhënë raste konkrete, duke denoncuar publikisht presionin që po I ushtrohet punonjësve të administratës për shkuar të afërmit të tyre në diasporë. Unë mund ta them me plot gojën që mënyra si po patronazhohet diaspora nuk krahasohet me patronazhimin e Shqipërisë. Më mirë apo më keq? Më fort. Më fort. Më investuar. Po, sepse ka një fenomen tjetër. Kur është bërë kërkesa për të regjistruar në databazën e zgjedhjeve, njerëzit kanë pasur probleme me plotësinë e formular për shkak të dokumenta. Dhe çka kanë qenë të majtë nëpërmjet databazës patronazhimit, shteti ka organizuar mira njerëz që kanë punuar që atyre t'u bëjnë lehtë dokumentat. Pra ju është kompensuar çdo lloj problemi. E kundërta ka ndodhur krahun tjetër. Që edhe kur s'kan pas pengesa ligjore, u kanë shpikur pengesa ligjore. Që do thotë kemi një masë kritike të diasporës, e cila si thosh është në kontrollin e qeverisë, në kuptimin e familjarëve të administratës gjithmonë. Pyetja është, sa këta dhe 40 ditë që vinë, pra në 30 ditë, se këto kanë vetëm 25 ditë kohë për të menduar për këtë do votojnë, se që 15 ditë para zgjedhjeve këta do të dorëzojnë zarfat. Po që të dërgohen. Po, kjo lloj diaspore nuk e dim si do reagojë, sepse edhe ata që jetojnë jashtë shtetit habitet me këtë mënyrë kontrollit që ushtronë qeveria. Po, na kanë surprizuar, sepse vota diasporës ka një tendencë të voto opozitare për ish vërtetës. Por na kanë surprizuar me këto takime që po bëhet. Në botë, vota opozitës konsiderohet sociologjikisht si një trend pro-qeveritar. Vota diasporës. Po në Shqipëri mendoj që thyet. Nuk e dim, pra këtë po ju them gjithkohës. Sepse janë pikërisht ta shqiptar, edhe jeni ju që keni akuzuar në kaq vite, në 3 mandate, kanë ikur mbi 600.000 shqiptar. Jemi në një realitet të panjohurash. Po kuptove logjikën. Pra, këtë ne nuk e dim se ky është eksperiment për herë të parë. Pra, ajo që ka sjell, atë fjalë që unë thash fillim, që as Rama dhe as Berisha nuk e din rezultatet e zgjedhjeve, shëra e parë, që partitë nuk e din. Se më përpara kanë ditë kush fitonte. Po, di. Era e parë që nuk e din sepse ka kaq shumë faktor të panjohur në eksperimentet që janë bërë, nuk dihet se si do ndikohet lloji fletës votimit. Kjo fletë votimi është e çuditshme në raport me herë të tjera. Sa do jenë gjithë njerëzit ta plotësojnë aty ku duhet. Pra kemi shumë fenomene që kanë ndodhur
të cilat e bën të panjohur. Dhe bota, ndryshimet, ngjarjet, roli i SPAK-ut e shumë fenomene tjera ndikojnë njëkohësisht ka shumë parti konkurrente në zgjedhje, pra kemi një realitet me 100 panjohura. Dhe çdo gjë do vendoset rrugës nga vetë qytetarët. Avokat, a mos ndoshta këto janë arsye se përse partitë e vogla kanë ndërtuar edhe tezën që mund të ketë hapësirë edhe për një bashkëqeverisje midis dy këtyre kundërshtarëve historik politik? Unë nuk besoj që ekziston mundësia një bashkëqeverisje PD-PS për shkak se nuk do ketë nevojë. Nëse fiton njëri, i ka partitë anash për ta bërë koalicionin. Më kuptuat logjik. Do me thënë, nuk shoh ndonjë shkak që të ketë një nevojë për PS-PD si skem. E dyta, unë kam qenë i vetmi që thoja PS-PD bëj qeveri bashkë 2015 për 2017. Po kishte kontekst krejt tjetër nga i sotmi. Këtë ngjarje të tjera, këtë arsye tjetër, këtë shkak. Dhe sfondi politik ka qenë tjetër, besoj. Komplet. Në këtë rast që unë shoh, unë problemin më të madh që kam me këto zgjedhje është fakti se sa do arri opozita të krijojë influencë të durë ndërkombëtare, që të vendosi Ramën me shpatulla për murin në krimin zgjedhor. Pra të pengoj, të demotivoje ushtrinë e Ramës që të vjedhë zgjedhje. Unë ju kujtoj në 2021 që ne shpëtuam fëmijët e shqiptarëve nga vraksinimi me studentët përkatës, vetëm me teorinë. Do t'ja çojmë hallin patronazhistit, në këtë rast vaksinatorit, mjekut, shoferit ambulancës, drejtorit shkollës, dekanit, rektorit, në atë mënyrë që atyre të bëhet kaq e pamundur zhvillimi kjo gjë, që Ramën ta lejmë pa ushtri. Pra, këtu çështja qëndron sa do ketë fuqi kjo opozitë, që të arrijë të përcjellë një presion ndërkombëtar, që këta të kenë frikë të bëjnë atë që kanë plan të bëjnë. Pra, t'ja urrisë kaq shumë koston manipulimit zgjedhjeve sa të degradoj pak. Për shembull, ne këtë javë në Tiranë, ditën e enjte, datë 3 prill, kemi gjyqin në kolegj zgjedhor kundër pajisjeve të George Sorosit, që quhen votimi elektronik dhe numërimi elektronik me pajisjet Smartmatic dhe aplikacionet Smartmatic. Smartmatic është një kompani që drejtohet nga drejtori i Fondacionit Soros. Dhe është kompania akuzuar nga Donald Trump për vjedhjen e zgjedhjeve në Amerikë. Pra, po thoni që mund të manipulohet ne jemi gjyq për këtë procesi i votimit. Jemi kolegj zgjedhor. Kemi çuar argumentat, jemi keq këto ditë për të digitalizuar provat se duhen 90.000 lekë të reja vetëm për provat, për digitalizimin e tyre, që është notarizimi, vula, përkthimi i lishëm etj. Se u shty seanca vetëm për këtë gjë. Dhe nëse ne fitojmë këtë gjë, kjo është një nga mënyrat se si ti redukton fuqinë e armikut për ta bërë. Ajo që mund të them që mund të jetë ngjarje kësaj jave, politike, flas në raport me zgjedhjet, me këtë element që unë pyesni mua, është paraqitja zyrtare e kërkesës që ne bëjmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që të gjitha ekranet e numërimit votave, i keni parasysh ekranet e numërimit votave, me që janë të gjitha me IP online, të jenë në transmetim live. Të shohim nga kompjuteri jonë, telefoni jonë. Si shohim atë procesin e numërimit, po thua. Kjo e njohur në ndonjë vendi? Nuk e di. Që ka rezultuar me sukses? Di vetëm këtë, që ato janë online. Pra ato po të duash i shef, mirë mua IP dhe i shoh. Gjurmon, po. Jo, ato janë të gjitha me IP. Pra unë nga celulari, po të më japësh ti mua IP dhe shoh unë. Po pra, e bën atë gjurmimin që do të. Ku dua? Pra, mjafton të marrësh sa server, të paguash sa para për internetin, dhe ti i transmeton të gjithë tavolinat live të shofi populli shqiptar. Çfarë ndodh po u transmetuan të gjitha live? Nëse të transmetohen gjitha live, nuk ka hajdut mrena më. Si sa mban? Pse? Po do të shtytë gjithë miletë kur vjedh. Pra kur ai e shef emrin e Altinit, po themi, dhe nuk e prish fletën e votimit, i vë një kryq tjetër, e bën këto pisligjet, duket aty. Sepse ka dy lloj ekranësh. Është ekrani mbi fletën e votimit, është ekrani që tregon tavolinën. Më kuptove logjikën. Pra ti në gjithë të monitorosh çfarë po bëjnë këta njerëz. Dhe mendoje pak që ti ke këtë vit shumë vëzhgues, shumë ndërmues, po ndërkohë do kesh në shtëpi, nuk do ketë nevojë të rinë aty, as bëj rrëmuj. Ka celularin ai dhe shef celular, ka kompjuterin, laptopin e shef laptop. Hap televizorin e shef televizor, sepse po ta bësh ti me platformë online, si në YouTube për shembull. Është një tjetër platformë si YouTube. Në mënyrë transmetimi. Është identik si YouTube si koncept. Ti ke një playlist, ke edhe numrat e tavolinave. Zonat përkatëse janë 99 qendra se janë qendrat e numërimit dhe ti shef, po di çfarë do të kjo. Kjo do thotë që është vështirë gjesh një hajdut mrena, pse? Sepse si puna e ruletës ruse, njëri me e kap, ai shkon direkt në SPAK. Pra do kenë shumë frikë numëruesit të vjedhin ku po i shoh gjithë publiku çfarë po bëjnë nga shtëpia vet. Po i shoh dhe diaspora. Dhe arma që ne kemi më kryesore në këtë mes është me që këtë vit diaspora
do votoj, dhe ata e kanë pamundur që ta monitorojnë procesin, se janë diaspor. Është totalisht procesi individual. Shohin nga kompjuteri i tyre i shtëpisë, shohin nga televizori, shohin nga celulari. Ju vim më pranë. Dhe më besoj që ky veprim i Joni këtë javë mund të ndryshojë realitetin e numërimit dhe votimit, të numërimit, më kupton logjikën, sepse një nga gjërat më të rrezikshme që kanë zgjedhjet në riskun e vjedhjes është numërimi. Avokat, koalicionet e sotshme janë pajtim përsa i përket edhe ideve, edhe parimeve dhe programeve me partitë e mëdha, apo mos ndoshta keni gjetur një element i cili ju bën bashkë, se ju kemi parë nisur edhe nga ju kemi parë afër dhe larg, kemi parë dhe shpeshherë kritik për qoftë edhe proceset e fundit 2 herë të testuar tashmë primaret në Partinë Demokratike. Pardisha një truezum për reformën drejtësi. Ishte doktor Berisha, isha dhe unë. Ishim 2 kryetarë partisë. Më kupton në koalicion, nuk ishte kryetar tjerë partisë. Ishim dakord fare për atë që u tha. Kishim mendim me kretë. Por jam dakord dhe u dura rokita nga gjithë. Sepse ajo që thash unë është më e rëndësishme se ajo që thanë ata. Unë thash që kjo është reformë. Ky është instrument. Kjo nuk është reformë, ky është konspiracion. Kjo nuk është reformë dhe ju kur thoni reformë, i bëni punë armikut se ai quhen reformë. Kjo nuk është reformë, ky është mbështetje. Dhe unë si avokat, si thush, e prek nga poshtë, jo tek spaku i Berishës, e prek tek qytetari. Dhe u thash që ju keni rënë kurthin e tyre, duke e quajtur reformë. Dhe e dyta, ju s'keni kërkuar ende falje. Që keni votuar 140 vota. Juve kush ju dëgjon që shani reformën, ju thotë, ora keni votuar vetë. Të gjithë ndërkombëtarët u thonë, kjo është reformë me konsensus, ku kemi parë në reformën 140 vota. Ju duhet kërkoni falje për këtë gjë, duhet kërkoni dhe ta konsideroni që keni bërë një gabim politik, që të keni rrugë me kërkundështu. Cili është elementi që ju ka bërë ju bashkë? Një është elementi që ka bërë bashkë, Mërzu Ramën. Nuk ka element tjetër. E dyta, që janë detajet e luftës me Ramën, është ju e dini shumë mirë dhe nuk ka shqiptar që nuk e di. Tashmë që Kris Civitas është një personazh i njohur në stafin e Trump, në fushat, sot si përfaqësues republikan, jo thjesht si një qytetar i lirë, është duke bërë fushatën e PD-s. Tani, do kishte sens, do kishte kuptim që Alianca Konservatore që ka brenda Trump Lab, lëvizja anti-Soros, do ishte në konkurrencë me Civitas, me Partinë Republikane Amerikane në Shqipëri. Pra, kësaj i thonë që qëllimi ju se i gol mjetit, që thënë Machiavelli, sepse ju keni, edhe në këtë studio, në të disa që kemi patur, nuk është se jeni kursyer edhe për Berisha. Kursem tani? Edhe për problemet me drejtësin, edhe me partinë, për qarjen e parti. Gjë, programi dhe programi PD-s ndryshojnë shumë, ta thëmë me sinqeritet. Nuk kemi vazhd atje për të bërë ushtare. Po të na shosh, s'kemi as lidhje me fushatën e tyre. Fushata jonë është fushatë konservatore. Fushata jonë nuk ka këto modelet e ndihmës sociale si që kanë ata. Ne jemi shumë djathtë në këtë lloj aspekti. Por ajo që na bën bashkë Mërzu Ramën, pse kur bashkon ti votat në një front sa më të madh, ka një logjik shumë thjeshtë. Këto vota vlen më shumë. Do ta shihni vetë ju në 12-13 maj. Se si shpërndahet vota dhe si dëmtohet si thosh marrja e mandateve nëpërmjet coptimit të votës. Dhe bashkimi i votave do ishte vetëm rrugë. Ndërkohë ne vazhdojmë të jemi ata që jemi, vazhdojmë të kemi pikpamjet tona, të jemi ndryshe totalisht nga PD-ja, madje edhe kundër ca gjëra, për sa gjëra pro, varet se cilat janë gjërat, po ajo që është e përbashkët që ne na bashkon në një koalicion është raporti me Amerikën, raport me luftën me Trump, me Ramën. Pse? Po goditja që ka marrë në Amerikë Sorosi është një goditje amerikane. Goditja që bëhet në Shqipëri ndaj Sorosit kërkon 2 kushte. E para që ti jesh në lidhje me Amerikën, që të arrish të kesh efekt në goditjen ndaj Sorosit. E dyta që është shumë e rëndësishme, është që të ndjekësh trendin gjeopolitik e përcaktuar fatin këtyre zgjedhjeve. Nuk jemi ne që kemi fuqinë për ta bërë këtë. Kur unë thash nuk e dim kush fiton, ka të bëjë me ngjarje ndërkombëtare. Rama për shkakun ka kërkuar për të fituar pikë në Amerikë sepse është listë e zezë, që të sjellin në Shqipëri 100.000 palestinesë. Ndërkohë ka filluar negociatat me Anglinë për të sjellur këtu gjithë llumin e Anglisë. Ndërkohë sapo ka ndryshuar me ligj në Itali marrëveshja e Italisë me Shqipërinë për Gjadrin. Po. Nuk është më për 30 ditë për këta që kapin det, por është 18 muaj për llumin e Italisë. Pra ata që i kanë kapur në përburgjet, për dhunime, vrasje, pjesën më të keqe të refugjatëve që janë të përzënë dhe s'din ku t'i çojnë. Po ka përshtypjen nuk do ndodh për shkak të konflikteve qeveri gjykate Romës. Jo, pra se kanë ndryshuar ligjin. Siç ndodhin. Jo, ata nuk janë më të detit. Ky është ndryshimi. Nuk janë më ata që kapin det. Pra thjesht po
Janë ata që Kampe do mbushën, do. Jo, janë ata që janë Itali, që janë përcaktuar nga i policia italiane si njerëz të rrezikshëm. Pra këtu nuk i mbrojti me dot drejtat e njerit. Deportohen në Shqipëri. Dhe datësinë në Shqipëri. Ndërkohë ka filluar negociatat me 4 e famshme, Gjermania, Austri, Belgjikë dhe Holland, që kanë marrëveshje të përbashkët për trajtimin e kësaj pjese të refugjatëve. Dhe Rama çfarë po bën? Ka bërë një ofertë madhe ndërkombëtare, Shqipëria si një kullkosh plerash i gjithë botës, që të fitoj pikë për hallet që i kanë zënë tjerët. Pra të bëhet zgjidhës si halleve të gjithë Europës dhe Amerikës. Dhe në këtë logjike, ai në Amerikë po mundohet të lobojë pranë administratës Trump me anë të një grupi izraelit, pra po lobon me izraelit për të bërë interesant që Trump i thej kokën që 100.000 palestinezë me dorë të sjellin gjëra në Shqipëri. Kupton si për ta fituar pikë. Në një kontekst se këtë lufta reale me Ram bëhet në Amerikë dhe nuk bëhet në Europë. Dhe kur mund pyesin pse janë atë koalicion janë pikërisht se ne dim ta bëjmë këtë luftë. Dhe për shembull janë nesër që është 1 prilli. Nesër fillojmë fushatën me Soros Leaks në parë shqiptar, që është Soros Mafia.info, ku ne zbërthejmë çdo ditë në 1% të caktuar, nga data 1 deri në 30 prill 100% të gjithë oktapo. Nuk keni pa me sharr për shembull, që mbaj një sharrun në fushatë. Ajo sharra e prerjes të tentakulave të Sorosit si simbolik. Dhe pikërisht nesër ne fillojmë fushatën dhe vendi ku do e fillojmë, mënyra se fillojmë, është vërtet, si thosh, ajo që tregon që ne kemi aftësi që PD-ja nuk i ka, dhe aftësitë tona me fuqinë e PD-s në raport sidomos me lidhjet me Amerikën, mund të prodhojë një impakt të jashtëzakonshëm në goditjen e Ramës. Pra, terrorizojmë Ramën, ky është qëllimi juaj. Avokat, po ka qëllim më patriotik se sa të shpëtosh nga një përsëritje dhe 4 vjet. Se këto 4 vjet nuk është më përsëritje, është fundi fare i Shqipërisë. Avokat, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për bisedën. Faleminderit. Gjithmonë mirë pritur në këtë studio mirë. Publikut i themi shihemi nesër në 7:05. Mos u mbisni. Në orën 21 Ferma VIP në këtë edicion të dytë. Shihemi nesër.